ne kostën e jetesës e kemi të njëjtë me vendet e Bashkimit Evropian, por vendet e Bashkimit Evropian kanë 3 deri në 4 herë më të lartë pagën mesatare. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të radhës të Table Talk, ku sot do të diskutojmë për një temë në fakt që prek një pjesë të mirë të familjeve shqiptare. Bëhet fjalë për fëmijët. Sa na kushton sot të rrisim një fëmijë në Shqipëri? Për më shumë detajo, unë kam të ftuar eksperten e ekonomisë, Romina Radonshiqi. Romina, faleminderit që pranove ftesën dhe erdhe sot për të diskutuar për një çështje mjaft të rëndësishme në fakt për koston e rritjes së një fëmie, duke nisur që nga ushqimi, arsimimi, shëndetësia. Faleminderit që jemi me mua. Faleminderit ju në fakt edhe për temën shumë interesante, sepse flitet që në Shqipëri ka kosto tepër të lartë jetese, gjithashtu flitet që niveli i lindshmërisë ka rënë, por akoma nuk është kuptuar që pse është kjo situatë, se në fakt të rrisësh një fëmijë sot në Shqipëri ka një kosto tepër të lartë jetese, dhe në fakt edhe të planifikosh ardhin e një fëmije në jetë përsëri ka dhe ajo koston e saj, nga ana tjetër të rinj sot, edhe pse janë pjesë e tregut punës, por disa nevoja e kanë të vështirë ti përmbushin, siç është nevojat fiziologjike, kush janë nevoja fiziologjike, janë pikërisht strehimi. Nëse flasim për strehimin, e dim shumë mirë që çmimi i pasurive të patundshme është shumë i shtrejtë, i paarritshëm me pagat që marrin të rinjt sot, por nga ana tjetër një pjesë e mirë e individëve që ndoshta na ndjekin thonë pse jo, le të rinjt me qira, sepse edhe të rinjt europian jetojnë me qira. Po, për në fakt në Shqipëri edhe të jetosh me qira duhet të kesh një buxhet mbi mesatare me qëllim që t'ja dalësh. Kështu që strehimi sot është i kushtueshëm. Nga ana tjetër, një nevojë tjetër fiziologjike që është shumë e rëndësishme në fakt është konsumi. Një pjesë e mirë të ardhurave të rinjve shqiptar shkon pikërisht për konsum. Dhe për shpenzime të tjera, që janë shpenzime që kanë të lidhje me mirëmbajtjen apo shpenzime të shlyerjes së detyrimeve, energji elektrike, internet e tjerë, pra fatura. Dhe si pasojë jemi në situatën ku të rinjt shtyn martesat, fejesat, bashkëjetesat, shtyn dhe planifikimin e ardhes një fëmie, pasi e din shumë mirë që në planifikim duhet patjetër të kenë disa të ardhura të kursyeera. Po a kanë mundësi të rinjt me gjithë ato shpenzime që unë sapo thash të kenë të ardhura të kursyeera, pra të kenë kursime? Është shumë e vështirë. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që të rinjt nuk duhet krijojnë familje, sepse duket sikur është një mesazh i cili ndikon negativisht. Patjetër që kjo nënkupton që të rinjt duhet të bëjnë planifikim të buxhetit të tyre, të jenë më racional në shpenzimet që ato kryejnë, sepse edhe në nivelin e shpenzimeve, ndonjëherë për shkak të rinisë apo të moshës tyre, duke dashur të bëjnë një jetë që me të drejtë duhet ta bëjnë, pra të provojnë të jenë pjesë e aktiviteteve sociale etj, apo të argëtimit, i bën këto të rinjt që të keq menaxhojnë financat e tyre, më pas të arrijnë në ato vendime ku të shtyjnë pra martesa, fejesa apo bashkëjetesa apo dhe lindjen e një fëmie. Sa ndikon në fakt inflacioni, rritja e çmimeve drejt marrjes së këtij vendimi të rëndësishëm siç është planifikimi i një fëmie, dhe si kanë ardhur këto kosto gjatë viteve, dhe duke marrë në krahasim edhe pagën mesatare, pra sa mundet një çift me të ardhura mesatare të përballojnë këtë lloj kosto jetese dhe më pas të shikojnë edhe mundësinë për një fëmijë. Tani, nëse i referohemi të ardhura mesatare të një çifti, duke nisur nga paga mesatare në fakt, do ta them neto, sepse në ekonomisë flasim me pagë mesatare bruto, por që në fund të ditës paga mesatare neto është ajo që ne na shërben për të shlyer të gjitha ato detyrime apo ndoshta edhe për të kursyer, është diku te 150.000 lekë të reja. Pra, apo 1.500 euro. Pra, nëse dy të rinj punojnë me pagë mesatare, ato kanë të ardhura apo të hyra në familjen e tyre 1.500 euro. Pse po flasim me euro? Sepse ne shqiptarëve na pëlqen shumë euro në fakt, dhe nga ana tjetër jemi një vend që shumë shpejt do të shkojnë në edhe një pjesë të pagave sot po kalojnë në euro, megjithëse euro po njeh rënje të vazhdueshme. Po, patjetër që po. Atëherë me 150.000 lekë në muaj apo me 1.500 euro, është shumë e vështirë, pra, sepse nëse marrim rastin e një qeraje, atëherë një qera mesatare në qytetin e Tiranës, sepse pjesa më e madhe, marrim shembullin e Tiranës, sepse pjesa më e madhe e të rinjve apo e popullsisë është përqendruar në Tiranë, nga ana tjetër dhe kjo paga mesatare vërtet është një mesatare për Shqipërinë, por unë mendoj që niveli më të lartë pagës është pikërisht Tirana që paguan, pra kryeqyteti. Atëherë i bie që të ketë vetëm 1.000 euro
për të shpenzuar për konsum, fatura energjie elektrike apo të gjithë shpenzimet e tjera të mirëmbajtjes. Dhe sa do të kursej ky hyri është pak e vështirë. Dhe kjo është arsyeja që rritja e kostës së jetesës, sepse ne kostën e jetesës e kemi të njëjtë me vendet e Bashkimit Evropian. Por vendet e Bashkimit Evropian kanë 3 deri në 4 herë më të lartë pagën mesatare, varion nga shteti në shtet. Kështu që ky bën të rinjt pra që të jenë skeptik dhe në vendimarrjen për planifikimin e lindjes së një fëmie, duhet patjetër që ato të kenë disa kursime më njanë, sepse në momentin që një çift vendos të bëjë fëmijë dhe duhet ndjeki le themi të gjithë ato shërbimet mjekësore, patjetër që kjo ka shpenzimet e veta. Sot ka ndryshuar dhe qasa e të ushqyerit, pra një grua e cila do të bëhet së shpejti nën, ajo pra do të marrë medikamente, suplemente, do të ushqet në mënyrë të shëndetshme. Harruar dhe vizitat, kontrollet. Patjetër vizitat dhe kontrollet që shpeshherë do t'i bëj pra dhe në privat, jo vetëm për shkak të cilësisë, po dhe komoditetit që ofron privati, për shkak të orareve, sepse jo të gjithë gratë pra kanë mundësi të marrin leje në vendet e tyre të punës për të bërë kontrollet rutinë. Të gjitha këto bëjmë pra që të rritet kosto e planifikimit të bërjes një fëmie. Pastaj në ardhen një jetë një fëmie, patjetër që e ka shpenzime tepër të larta dhe një vendimarrje që do t'i kushtoj gruas, pra nënës, nëse ajo do ta rrisë, do ta marrë lejen e lindjes deri në fund, do ta marrë pjesërisht, apo ka dhe nëna, siç kam qenë dhe unë në fakt që me ardhen një jetë fëmijës së dytë, unë nuk kam marrë fare as leje lindje as raport. Pra, dhe kjo është një nga dilema më të mëdha. Pra, sepse duke qenë se gratë në lindjen e një fëmie do duhet të shkëputen një periudhë kohe nga tregu punës, kjo i kushton në karrierën e tyre. I kushton edhe në të ardhurat financiare, sa doja ta thoja në fakt, sepse duket sikur femra është egoiste dhe nuk dëshiron pra që të lindi fëmia, po ndoshta të kujdeset për fëmin, jo, nuk është kjo. Një nënë nuk mund të jetë kurrë egoiste për sa kohë ka dhënë një jetë të re, por çështja është që duhet ka një vendimarrje shumë racionale, sepse në momentin që ajo për një periudhë një vjeçare, le të themi, të lësë lindjes, shkëputet nga tregu i punës, do ta ketë vështirë të rifutet në tregun e punës. Pa folur më pas për të ardhurat që e ka nga leja lindjes, pra në 6 mujorin e parë ajo ka 80% të ardhurave, ndërkohë që në 6 mujorin e dytë do duhet që këto të ardhurat të zbresin në 50%. Sa e mundur është që një familje ku një nga partnerët të kenë 50% të ardhurave, do të mund me shpenzime shtesë që do të ketë fëmia, mos harrojmë që shpeshherë nënat mund të mos kenë dëgji dhe do duhet që të blejmë qumsht në formul. Këto duhet të ndalim sa shkon koste nëse llogarisim një kosto për një fëmijë. Në këtë rast edhe për sa i përket qumshtit, ushqimit për më vonë. Atëherë, unë nëse do të bëj një llogari duke përfshirë këtu veshjet, por një llogari që të jemi tek niveli mesatar, dhe jo tek veshjet e shtrejta apo dhe të ushqimi që shpeshherë dhe nënat marrin një pjesë të mirë të ushqimit dhe në farmaci në momentin që fëmia shkon 3 muaj apo 6 muaj, unë mendoj që 20.000 lekë apo 200 euro në muaj duhen një fëmijë minimalisht. Gjithmonë nëse nëna pra është e drejtuar drejt dhe ushqimit, përgatitjes së ushqimit apo suprave në shtëpi apo lëngjeve tjera në shtëpi. Megjithatë, unë nëse duhet të jem më korekte, dhe sepse janë edhe shpenzimet e tjera të higjienës, shpenzime që fëmia i duhet janë bazike. Nëse duhet të jem më korekte, atëherë me shumë bindje them që 30.000 lekë mesatarisht në muaj, pra 300 euro në muaj, do i duhet një familje për rritjen e një fëmie, e një bebe, derisa të shkojnë në një moshë të caktuar. Pa llogaritur pastaj çerdhe dhe kopshte që privatet shkojnë 35.000 në muaj, sepse shumë zona, siç është Astiri, zonat e reja nuk kanë çerdhe dhe kopshte, ose zonat e tjera kanë shtetërore, por ndoshta nuk ka hapësirë, nuk përkojnë me oraret e prindërve. Pra është edhe një kosto shtesë që prindërit deri nesër duhet të përballen. Po, është vërtet, ju e thatë shumë mirë në fakt, dhe jemi në ato kushte ku mund ta themi me zë të lartë që një nëne i kushton më shtrejt të rrinë në shtëpi sesa të jetë pra pjesë e tregut punës. Pse? Sepse në momentin që është pjesë e tregut punës do të marrë një pak të lartë, do të mund të le të themi të ndikojë pozitivisht dhe në gjithë këto shërbime që duhet jap fëmijës së tij. Ka shumë nëna që zgjedhin të arrisin vetë fëmijën deri në moshën 3 vjeç. Dhe praktikisht
në fakt është zgjedhje e çdo kujt, por nga ana tjetër duket sikur edhe për fëmijën nuk është ndikim aq pozitiv, sidomos te pjesa e çerteve dhe kopshtave. Pse? Sepse ndikon në socializim. Kemi parë fëmijë që sot janë shumë të fokusuar drejt telefonit apo drejt teknologjisë, duke bërë që ky fëmijë pra të flasi pra jo në moshën e dur, por pas një moshe të vonuar dhe të ketë pra vështirësi në të folur. Por këtu ndalim një kosto tjetër. Pra lokopedët janë ata të cilët ndihmojnë apo terapistët për të ndihmuar këtë fëmijë pra i cili ndoshta ka ndetur me orë të gjata në telefon, se një nën shtëpiake do duhet bëjë dhe punë të shtëpisë, duke i munguar shoqërizimin në çerdhe dhe kopshta, atëherë fëmia pra është i fokusuar tek teknologjia e më pas prindi kupton që i ka kushtuar më shtrejt sepse do duhet të pagojë një lokopede apo një terapiste për të ndihmuar fëmijën pra në zhvillimin e të folurit. Kështu që kjo është një tjetër shpenzim dhe që shumë prindër e kanë në buxhetin e tyre familjar për mirëqenien e fëmijës tyre. Po, siç e thatë logopedi, po një pjesë e shpenzimeve pra të buxhetit familjar shkojnë edhe për shëndetësinë, për vizita shëndetësore, 2.000 deri në 6.000 lekë të reja në rastet kur ato nuk janë urgjente. A ndikon edhe kjo në peshën e buxhetit familjes? Duke qenë se një pjesë e vizitave kryen edhe në privat, shteti për shkak edhe ndoshta të radhës edhe nevoja për një vizitë më urgjente se sa ato pritjet që mund të kesh në shtet. Po në fakt dhe shpenzimet shëndetësore, ku këtu përfshim dhe medikamentet, janë një zë shumë i rëndësishëm në buxhetin familjar për mirëqenien e një fëmije. Dhe arsyeja që një pjesë e mirë e prindërve pra vendosin që të shkojnë tek një spital privat apo te një klinikë private është dhe pikërisht siç thatë dhe ju, shmangja e radhave, sepse në momentin që do dërgoj fëmijën për të vizituar do të rinë në radhë, aty mund të ketë fëmijë të tjerë të cilët kanë viroza të tjera e më pas mbi vendosja e virozave do të sjellë një problematikë të shtuar të fëmijët të tyre. Pra që fëmia të jetë sa më i sigurt në aspektin shëndetësor apo të mos presin në radhë siç thatë. Pra, zgjedh shëndetësinë pra spitalin privat, klinikën private, duke i kushtuar patjetër më shumë, sepse nëse do të ishte në shtet, do të merrte një shërbim shëndetësor shtetëror, pra publik, do të ishte pa pagesë, ndërkohë që nëse do të jetë pra tek një klinikë private, patjetër që aty do të paguaj një faturë që zë një peshë të rëndësishme në buxhetin e kësaj familjeje. Megjithatë, prindi siç jemi të gjithë prindër, po nga ana tjetër siç e dim, nuk kursehet tek fëmia. Ideja është që sa e vështirë është lindësh një fëmijë, ose më saktë, ky prind që ka një fëmijë, sa të vështirë ka për të dytin, për të vendosur për një fëmijë të dytë. Pasi siç tham që koha është shumë e rëndësishme. Në fakt ne thamë që në çerdhe në kopësht, po ka prindër të cilët shkollën më vonë. Është vërtet, por edhe te ky faza ka prindër të cilët punojnë me orar të zgjatur në sektorin privat dhe do duhet që gjyshja apo gjyshja të ndihmojë në ato orare pra ku prindi nuk ka mundësi as shkoj ta marrë fëmijën nga çerdha dhe nga kopshti. Në rast në mungesës së gjyshës ose gjyshës kemi pastaj dado, një pagesë ekstra. Që është një pagesë ekstra. Pra, siç e shohim, ka shumë shpenzime. Pra në situata të ndryshme dalin shpenzime të ndryshme që e bëjnë këtë prind që të mendohet dy herë për lindjen e një fëmije. Nga ana tjetër ku ky fëmijë rritet, janë shpenzimet e shkollës, pra të edukimit. Shumë prindër për shkak se punojnë pra deri në orën 4, do duhet që ta dërgojnë ose fëmijën në një shkollë publike, po më pas ta dërgojnë në after school, ose ta dërgojnë që në fillim në një shkollë private ku e ka të përfshirë aty dhe after school. Një shpenzim shumë i madh në fakt dhe ky, sepse ndikon, mund të them, deri nëse i referohemi pagës mesatare, pra ndikon deri në 50% të peshës së pagës mesatare të një antarit familjes, pra të një nga prindrit, dhe kjo më pas kthehet në një nuk mund të them në një krizë, por do duhet që ky prind të punosë një punë të dytë, ose të gjejë metoda alternativa opsionale me qëllim që të lehtësohet nga aspekti financiar. Pra, thamë që prania e gjyshit dhe e gjyshërve në përgjithësi ndikon pozitivisht dhe lehtëson ose dadon ose atë after schoolin që mund ta bëjë gjyshi dhe gjyshja gjithmonë nëse ka durim për ta bërë. Por edhe këtu kemi një kosto tjetër shtesë, sepse është kjo pjesa, duke qenë se prindi bën një punë të dytë, kosta është largimi i prindrit nga fëmia, duke qenë se gjithkohës nuk janë në kontakt. Pra prind fëmijë, dhe kjo është kosto më vete pastaj. Kjo është në fakt kosto më e madhe që do të thoja unë, sepse fëmijës i mungon lidhja e fortë emocionale me prindin, po sikurse edhe prindi është gjithkohës në alert,
pasi do duhet që të punoj pafund për t'i ofruar fëmijës një mirëqenie, por në të vërtetë nuk thjesht i ka ofruar një mirëqenie materiale, po jo shpirtërore, dhe shohim të rinj sot që janë në një moshë para adoleshencës, por ndoshta edhe në moshën 7-8 vjeç që janë deri diku dhe agresiv ose kapriçoz. Dhe kjo jo se prindi nuk ka dashur t'i edukoj, por nga ana tjetër i ka munguar ajo afërsia apo koha që duhet kalonte me prindin, apo ndoshta edhe shoqërizimi. Një tjetër aspekt në fakt që do doja ta theksoja, që në fakt tu prindrit bëjnë gabim tek fëmijët është plotësimi i dëshirave, ndonjëherë dhe pa kufi të fëmijëve. Dhe këtu nis që në momentin kur fëmia është 3 apo 4 vjeç, ku prindi është duke shëtitur dhe fëmia kërkon në market pra ushqime për të konsumuar, cilat normalisht nuk janë as shëndetshme, po nga ana tjetër as nuk konsumohen deri në fund. Ose lodra të cilat nuk janë as mirë t'i blejmë pasi kanë përbërje të pakëshillueshme për t'i pasur fëmia, ose ndoshta sasia e madhe e lodrave të këtyre e blerjes nga ana e prindërve ka një lloj keq edukimi financiar, mendoj unë. Duhet ketë një edukim financiar, pra prindi duhet ta edukoj financiarisht fëmijën që në moshën 5 vjeç, ku fëmia të kuptojë që dëshirat janë të kufizuara, por duhet shkojmë gjithmonë tek dëshirat, tek ato që përkojnë me nevojat. Dhe si duhet ta bëjmë? Problemi besoj haset edhe më vonë. Haset kur është në një periudhë dhe adoleshente, është ai presioni i shoqërisë për t'i patur si shoqëria. Shpeshherë prindrit po përballen edhe me këtë që fëmia nuk pranon në disa raste të shkojë edhe në shkollë, duke qenë se nuk i ka të plotësuar 2 gjëra që shoqëria i ka. Pra, nga një anë kemi edhe një shoqëri tjetër sot. Absolutisht, por unë mendoj që nëse do t'i edukojmë që në moshë të hershme, me ato dërkucat e famshme, ku vetë ai fëmia të kuptojë që para duhet kursehen dhe ajo dëshira që ai ka për bler diçka duhet fitohet, atëherë unë mendoj që në momentin që ai vjen në një adoleshencë dhe ka dëshirë që t'i ngjajë një të riu tjetër, ai do të kuptojë që është shumë e rëndësishme që nëse duhet t'i ngjajë, duhet patjetër të ketë disa para të kursyera, duhet e kupton më pas që ai ja vlen t'i ngjajë atij individi, ja vlen të shpenzojë. Pra, unë mendoj që problemi i madh i prindërve dhe të prindërve tanë në fakt, por dhe të prindërve të rinj, siç mund të jem dhe unë, është plotësimi i dëshirave ndonjëherë të pafundme, do doja të thoja, të fëmijëve tanë, duke i keq edukuar ato. Duhet patjetër që një fëmijë të kuptojë ku është limiti. Jo vetëm e kërkesave që ai mund të ketë, por nga ana tjetër edhe shpenzimeve, sepse në botë edukimi financiar nis që në kopësht. Pra që në sistemin parashkollor. Shumë rëndësishme që edhe në Shqipëri të nis që këtu. Ne shohim prindër të cilët shpenzojnë pafund në markete, blejnë produkte të cilët nuk janë as këshillueshme për të konsumuar fëmia, më pas fëmia nuk konsumon shëndetshëm vaktet. Për të kaluar edhe të politikat shtetërore, sa të mbështetura janë fakt sot nga shteti çiftet e reja? Shohim her pas here këto kredite buta të cilat jepen në ndihmë të çifteve të reja për të siguruar një strej me kredi 0%. Po për sa i përket pjesës kur bën me fëmijë, shohim një bonus i bebes që është fillimisht dhe më pas nuk kemi më asnjë mbështetje. Si e keni parë? A duhet krijohen politika më lehtësuese për këto çifte në mënyrë që mos të kemi vit pas viti rënje të lindshmërisë për shkak edhe të këtyre kostove që siç e cituat edhe ju që janë në rritje vit pas viti? Në fakt kjo është një aspekt i cili duhet prekur dhe qeveria duhet marrë masa, pasi gjendja është alarmante, kemi plakjet popullsisë për shkak të uljes së lindshmërisë, kemi të rinj cilët largohen nga ky vend për të migruar pra në vende të tjera, ku kanë më shumë mundësi punësimi, pagese, një kosto le të themi që justifikon nivelin e të ardhurave, dhe më pas jemi në kushte ku ne flasim edhe për problemin tregun e punës për mungesë punojësish. Patjetër që qeveria duhet marrë masa dhe vërtet ka qeverisja vendore politika mbështetëse në lidhje me strehimin ku me kredite buta, por janë të pakta në numër dhe jo të gjithë përfitojnë. Aty janë me kategori ku ka dhe grupe vulnerabël apo që përfitojnë, është shumë mirë pra që është gjithë përfshirëse, po nga ana tjetër, sepse nuk është diskriminuese, po nga ana tjetër do duhet rritja e numrit të këtyre kredive të buta me qëllim që të shtrihet më gjerë. Nga ana tjetër duhet që
për shembull bonusi i bebeve është një dhuratë, është si bonusi i pensionistëve. Çfarë mund të bëjë një prindër me 40.000 lekë, 80.000 lekë apo 120.000 lekë që është varësi e fëmijës për fëmijën e tretë. Tani kjo nuk e nxit lidhshmërinë. Patjetër që nuk e nxit se fëmia nuk ka nevojë vetëm për një moment. Ai është një dhuratë, sikurse në artën e jetë një fëmijë, miq, shok të afërm dhurojnë diçka dhe qeveria bën një gjë të tillë. Nuk mendoj që është kjo zgjidhja. Zgjidhja është që të jetë një bonus mujor deri në një moshë madhore, siç ndjekin në vende të zhvilluara, Gjermania është një vend shumë i zhvilluar në fakt. Patjetër që edhe po vuan ulje të lindshmërisë dhe ku gjermanët në fakt kanë një kosto si në Shqipëri, por nga ana tjetër paga shumë e lartë, apo e njëjta gjë është dhe Luksemburgu që është akoma dhe më lart, një standard akoma më lart, pra ndjekin politika të mbështetjes në ardhjen e një fëmije pra me bonus familjarët. Kështu që e njëjta gjë do ndodhi edhe në Shqipëri. Ai kushton shtetit. Patjetër, buxheti i shtetit i kushton. Po do t'i kushtoj dhe po i kushton më shumë në skemën e pensioneve, po i kushton më shumë në mungesën e punojësve, po i kushton më shumë dhe në largimin e të rinjve për të krijuar familje jo në Shqipëri, po diku tjetër. Si jemi ne në krahasim me vendet e rajonit? Sa të mbështetur janë ato, se çfarë politikash lehtësuese mund të kenë ato ndryshe nga çka marr Shqipëria? Marrim rastin ne Maqedonisë Veriut. Ka një kosto më të ulët jetese, nivel pagash, le të themi aty jemi, por që mirëqenien e ka më të lartë se ne. Duke qenë se kosta është me ulët jetese, ka një ndihmë për fëmijë deri në moshën 18 vjeç. Si Maqedonia e Veriut janë dhe vende të tjera, kështu që ne duhet ndjekim, ne madje nuk duhet ndjekim as shembuj të vendeve të rajonit. Ne jemi një vend që do futemi në Bashkimin Evropian, duhet kuptojmë. E ndjejmë veten europian në disa momente. Ne nuk kemi gati në fakt se me gjithë problematika që po flasim, patjetër që nuk kemi gati. Po duke qenë se qeveria marketon gjithkohës që ne jemi shumë pranë Bashkimit Evropian, dhe ka përthithur shumë, le të themi, politikat Bashkimit Evropian, pse jo, duhet përthithi dhe politika që stimulojnë apo ndikojnë pozitivisht në mirëqenien e qytetarëve shqiptarë. Pra, ne kemi parë që shpeshherë jipen bonus për pensionistët, por pse kjo mos ketë bonus për prindrit, sidomos për ato prindër të cilët përballen me vështirësi ekonomike. Bonus sidomos edhe për ato prindër të cilët gjatë verës fëmijët nuk kanë më shkollë dhe detyrohen të paguajnë edhe ato kampet verore dhe këtu një buxhet ekstra prap për familjen. Një këshill të fundit, ndoshta një mesazh për të gjithë ato çiftet të reja të cilët tashmë siç e përmendëm janë një sër faktorësh të cilët po ndikojnë që të stepen që të kenë një fëmijë. Ndoshta një mesazh pozitiv që le ta shikojnë si një mënyrë, si një zgjidhje për më vonë. Në fakt, shpeshherë çiftet e reja mirë bëjnë por që mendojnë për të ardhmen e fëmijës, por unë mendoj që është shumë e rëndësishme që të marrë një vendim, pasi ardhja një fëmije është një bekim dhe vërtet ka shpenzime, por nëse nuk do të vi në jetë një fëmijë, atëherë nuk do të motivoj as që ato të punojnë më shumë për t'ia dalë. Nga ana tjetër, ka shumë prindër që largohen nga ky vend, duke thënë që po largohemi për të ardhmen e fëmijës. Një gjë që në fakt mund duket a priori diçka e pasigurt, si mund të largohesh nga ky vend, nëse është, pra gjithmonë po flas për prindër të cilët janë profesionistë dhe kanë një pak të kënaqshme në Shqipëri për të ardhmen e fëmijës. Ku e dinë se si do të jetë ardhmja e fëmijës tyre në vende të tjera. Kështu që do duhet që prindrit të jenë të sakrificës patjetër, por është shumë e rëndësishme marrja e emocionit që të jep ardhja një fëmije. E më pas, nëse një prind vendos disa prioritete, ku prioritetet pra janë gjithmonë drejt atyre më të rëndësishme, do të mund të ketë një mirë menaxhim të financave familjes me qëllim që t'ia dalë dhe të rrisë një fëmijë ashtu siç e rrisin të gjithë qytetarët shqiptar. Ju si prind do zgjidhni që fëmia juaj të qëndronte në Shqipëri apo të largohej për këtë të ardhmen më të mirë që po zgjedhni një pjesë tjetër? Në fakt, edhe Europa nuk është se është në nivelet më të mira, nëse flisim para 10 vitesh apo para 2 dekadash, Europa ishte në nivele performancë zhvillimit ekonomik tepër të lartë, ndërkohë që sot është impaktuar nga kriza ekonomike, nga luftra dhe probleme gjeopolitike, kështu që unë mendoj që një fëmijë do të ishte mirë pranë prindrit, sepse aty ka të gjithë dashurinë dhe përkujdesjen. Dhe më pas e gjithë si familje nëse vendosin të largohen, është zgjedhje personale, por mendoj që
Gjithmonë lidhja me familjen është ajo që e bën një të ri më të mirë. Faleminderit Romina për të gjithë intervistën e këndshme. Faleminderit ju. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, bashkë do shihemi në të tjera episodet të Table Talk, deri atëherë mirupafshim.